Jatën e re nga Ungjilli sipas Mateut, kapitullin e parë dhe paragrafi 18. Pra Ungjilli sipas Mateut, kapitulli i parë nga paragrafi 18, lindja e Jezu Krishtit. Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti 7 zen nga fryma e shenjtë. Atëherë Jozefi, i fejuar i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte boshtërisht, vendosi ta lindte fshehtas. Por ndërsa bluante me vete këtë çështje, tha: "Ja, ju shfaq në ëndër një engjëll i Zotit dhe i tha: Jozef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në te është vepër e frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'i vesh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre." E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit e thënë me anë të profetit që thotë: "Ja, virgjëresha do të mbetet 7 zen dhe do të lindë një djalë të cilit do t'i verë emrin Emanuel, që do të thotë Zoti me ne." Dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Por ai nuk e njohu derisa ajo lindi djalin e saj të parlindurin, të cilit ja vuri emrin Jezus. Pasi Jezusi lindi në Betlehem të Judes, në kohën e mbretit Herod, ja që disa dietar nga lindja arritën në Jeruzalem duke thënë: "Ku është mbreti i Judejvet që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm për ta adhuruar." Mbreti Herod, kur dëgjoi këtë fjalë, u shqetësua dhe bashkë me të mbar Jeruzalemi. Dhe mbasi i mblodhi të gjithë krerët e preftrinëve dhe skribet e popullit, i pyeti ku duhet të lindte Krishti, dhe ata i thanë: "Në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit: Dhe ti Betlehem, tokë në Jud, nuk je as pak më e parëndësishme ndër prinzat e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullos popullin tim të Izraelit." Atëherë Herodi i thirri fshehuras dietaret dhe i pyeti me hollësi se kur e kishin parë yllin për herë të parë. Dhe i dërgoi në Betlehem dhe tha: "Shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më njoftoni që të vi edhe unë ta adhuroj." Dhe ata pasi e dëgjuan mbretin, u nisën dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre derisa u ndal për mbi vendin ku ndodhej fëmia. Ata kur e pan yllin u gëzuan me gëzim shumë të madh, dhe mbasi hyn në shtëpi, pan fëmijën me Marien nënën e tij dhe ran përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapen thesaret e tyre dhe dhuruan ar, temjan dhe mirë. Pasi Perëndia i udhëzoi në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, ata u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Tani pasi u nisën dietaret, ja, një engjëll e Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit dhe tha: "Qohu, merre fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt, dhe rri aty derisa të lajmëroj, sepse Herodi do të kërkojë fëmijën për ta vrarë." Jozefi pra u zgjua, mori fëmijën dhe nënën e tij natën dhe iku në Egjipt. Dhe qëndroi aty derisa vdiq Herodi, që të përmbushej ç'ishte thënë nga Zoti me anë të profetit: "E thirra birin tim nga Egjipti." Atëherë Herodi, duke parë se dietaret e kishin mashtruar, u zemëruan fort dhe urdhëroi të vriten të gjithë fëmijët meshkuj që ishin në Betlehem dhe në të rrethinën e tij nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës të cilën e kishte hetuar me kujdes nga dietaret. Atëherë u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremia, që thotë: "Në Ram u dëgjua një klithëm, një vaj, një qarje dhe gjem e madhe. Rakela vajton, bitë e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse ata nuk janë me."
Pasi vdiq Herodi, ja një engjëll i Zotit i shfaqet në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i thot: "Qohu, merr fëmijën dhe nënën e tij dhe shko në vendin e Izraelit, sepse ata që donin ta vrisnin fëmijën kanë vdekur." Dhe ai u qua, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe shkoi në vendin e Izraelit. Por kur dëgjoi se Arkelau mbretëronte në Jud, në vend të Herodit atit të tij, pati frikë të shkojë atje. Dhe mbasi u udhëzua nga Perëndia në ëndër, iku në krahinën e Galiles. Dhe mbasi arriti atje, zuri vend në një qytet që quhej Nazaret, që të përmbushej ajo që ishte thënë me profetin: ai do të quhet Nazareas. Amen, fjalës të Zotit. Dy njerëz të zgjedhur, vegla të zgjedhura për vepra të mira, shërbëtor të Zotit dhe me karakteristikë kryesore të tyre që gjithmonë Perëndia i udhëzonte. Gjithmonë i bindeshin zërit të frymës të shenjtë dhe Perëndia me ta bëri mrekullira dhe gjëra të mëdhaja për të përmbushur fjalën profetike, ku shumë mirë bëjmë që e studiojmë si një dritë që ndriçon derisa të ndriçojë ndriçuesi. Kështu engjëlli Gabriel e vizitoi Marin duke i thënë se do të ngjizësh pra 7 zen, dhe Maria shprehu habin e saj jo në pabesi, por tha: "Si do të ngjizem unë pa njohur burr?" Dhe engjëlli i tha: "Do të ngjizesh nga vetë Perëndia, nga vetë fryma e shenjtë, dhe i linduri prej teje do të quhet biri i Perëndisë. Dhe mundësisht Elizabeta e afërmja jote është 7 zen dhe shko ta shofesh." Nuk i tha shko shife, por shkoi ajo dhe pa me të vërtetë Elizabetën, e cila sapo e pa, i tha të gjitha duke profetizuar sa i kishte thënë engjëlli. Dhe pastaj erdhi fryma e shenjtë edhe mbi Marin e virgjër, dhe në atë moment është kur mbeti 7 zen, ndërsa 6 muaj 7 zen ishte kushrira e saj Elizabeta. Dhe kështu qëndroi 3 muaj tek Elizabeta. Dhe kur kaluan ato të 3 muaj, dhe atëherë mbase priti që të lindte edhe Gjoni, këtë nuk na e thot fjala e Perëndisë, besoj, u kthye përsëri tek Jozefi. Dhe Jozefi e kuptoi se është 7 zen gruaja e tij. Dhe në drejtësinë e tij, sepse drejtësia e njerëzit është si një rrobë njollosur. Drejtësia e Perëndisë është ajo që me të vërtet e mbush zemrën e njeriut që don të bëjë vullnetin e Perëndisë. Në drejtësinë e tij nuk deshi që ta poshtëronte nga dashuria që kishte për te, ta poshtronte botërisht të fejuaren e tij, por vendosi që ta ndante fshehurasi, sepse s'bën të dot ndryshe. Dhe nga këtu vazhdon vepra e Perëndisë, e cila ka 2 faza. Faza e parë është zëri i frymës të shenjtë që drejton plotësisht Jozefin dhe Marin në vullnetin e Perëndisë, dhe zëri i djallit që e ngrin Herodin, shërbëtorin e vet, për të vrarë fëmijën. Kush do të fitojë? Hajde tani të marrësh vesh se kush do të fitojë. Zoti i plotfuqishëm është ai që është fitimtari, dhe thot fjala e Perëndisë se unë fitova dhe ju do të fitoni. Dhe ky është fitoria që kam fituar mbi botën, besimi juaj. Kështu pra, pa hezituar as pak, pasi e ndau deshi ta ndante fshehurazi Mariën, Zoti i vjen natën në ëndër dhe i thot: Jozef, bir i Davidit. Shumë serioze, që ta quaj Perëndia bir të Davidit, Jozefin. Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë të marrësh jo të fejuaren tënde, por në atë moment e quan gruan e tij. Mos ki frikë të marrësh gruan tënde, Marian, sepse ç'është ngjizur në te nuk është nga vullneti i burrit dhe i gruas, por është nga fryma e shenjtë, dhe ajo do të lind djalin, dhe ti do të therrasësh emrin e tij Jezus, do ta quash Jezus, që do të thotë shpëtimtar, sepse ai do ta shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre, dhe jo nga romakët. Pra nga mëkatet e shpëton, por jo nga romakët, Dhe kështu Jozefi
Në mëngjes sapo zgjua shkoi dhe e mori Marian në mënyrë që të përmbushet fjala e Perëndis, duke thënë se ja e virgjëra do të ngjizet dhe do të lind djalë dhe do të quaj emrin e tij Emanuel, ku do të thotë se Perëndia është me ne. Dhe në mëngjes herët, pasi u ngrit, Jozefi shkoi dhe bëri plotësisht atë që i urdhëroi nëpërmjet frymës të shenjtë engjulli i Zotit, duke e marrë jo të fejuaren e tij, por gruan e tij. Nuk e njofti atë derisa ajo lindi birin e saj të parë dhe e thirri sipas emrit, sipas fjalës të Zotit, e quajti Jezus. Tani e tutje vazhdon vepra e djallit ku don të vras birin e Perëndis të gjallë. Don të shkatërroj veprën e Perëndis. Dhe kështu të gjitha këto vazhdojnë, ashtu sikur se disa dietar nga lindja pan yllin që kishte profetizuar Balami se do të lind kur të shifni yllin e mëngjesit, do të lind mbret në Jeruzalem. I kishte mësuar Danieli në lindje. Dhe sa po e pan, u ngritën dhe vazhduan të shkojnë rreth 6 muaj ecje dhe arritën në Jeruzalem. Dhe kur arritën në Jeruzalem, thanë se e pam yllin në lindje dhe erdhëm këtu për ta adhuruar mbretin i cili do të lind. I cili lindi më sakt. Dhe tani shërptori i djallit Herodi u zemrua. U shqetësua jashtë mase. U shqetësua Herodi dhe i gjithë Jeruzalemi me te. Dhe mblodhen priftërinjt dhe targambledhësit me dinakri dhe pyeten se ku do të lind Krishti. Dhe në fjalën e Perëndis do të mund të kuptonte dhe të njifte se ku do të lind Mesia, mbreti. Dhe i thanë se është shkruajtur në Betlehem, ashtu sikur se është shkruajtur: ti o Betlehem, vend i Judës, nuk je i pa vlerë më në Jud, sepse prej tejet do të lind udhëheqësi, i cili do të kullos popullin tim të Izraelit. Dëgjoi, u zemërua, djalli e ngriti dhe vazhdoi të sillet me mashtrim, sipas logjikës të djallit. Me dinakrie, dhe kështu i thirri fshehurazi dietaret dhe u interesua se kur ju shfaq ylli këtyre, i pyeti dhe ju tha: shkoni në Jeruzalem, më falni, në Betlehem, sepse aty lind. Gjejeni dhe kur ta gjeni, ejani të më thoni se ku është, në mënyrë që të shkoj edhe unë ta adhuroj atë, dhe e tha me dinakri, sepse ai donte ta vriste dhe jo ta adhuronte. Por nuk do të bëj çfarë të doj me diturin apo me zgjuarsinë e tij dinake, Herodi, djalli, por do të bëhet ajo që don Perëndia në jetën e të gjithë njerëzve. Të gjithë njerëzve të cilët pranuan Jezu Krishtin dhe ati Perëndi i dha atyre pushtet që të quhen bi të Perëndis. Nuk bëhet ajo që thua ti vëlla dhe as ka për të bërë sipas zemrës sate, por do të bëhet ajo që thot fryma e shenjtë, që na drejton në çdo të vërtet dhe e përsëris dhe na zbulon të ardhmen. Kështu pra, u ngritën dietarët, më falni,
u nisën për në Betlehem dhe pa pritur doli u shfaq përpara tyre përsëri ylli që kishin parë nga lindja. I drejtoi ata, u gëzuan shumë kur pan yllin dhe shkuan dhe qëndruan tek shtëpia ku tani më kishte lindur Maria foshnin e saj dhe ishte dhe Jozefi aty, i cili kishte lindur në një stall në Betlehem në një grazhd baktish. Kështu duke hyrë në atë shtëpi, e gjetën fëmijën me nënën e tij, ranë dhe u përmbysën duke e adhuruar deri për tokë dhe bën atë që ishte e nevojshme për Jozefin dhe Marin. Ju dhan atyre dhurata të vlefshme dhe shumë të shtreta, ar, libacionet dhe zmirn, të cilat do t'i kenë të nevojshme, sepse ishin shumë të varfër. Jozefi dhe Maria shumë të varfër, tani u bën të pasur me dhuratat që ju dha Perëndia nëpërmjet dietarëve, të cilët i ngriti nga lindja dhe i solli për këtë arsye, që të japte dhuratat e vlefshme që janë shumë të nevojshme për vazhdimin dhe për të mundur që të jetojnë dhe të mbulojnë shpenzimet e tyre Jozefi dhe Maria. Dhe ndërsa u nisën të shkojnë për t'ia treguar Herodit, ju shfaq një engjëll natën në ëndër dhe ju tha mos u ktheni nga Herodi, por shkoni dhe kthehuni nga një tjetër rrugë për në vendin tuaj. Dhe kur Herodi e kuptoi se nuk erdhën dietarët për ta informuar, u zëmërua shumë. Dhe kjo është karakteristika e djallit, zëmërohen, e gërsohen dhe bërtasin. Kjo është karakteristika. E gërsohen, zëmërohen dhe bërtasin. Dhe bëjnë të gjitha sa ato mendojnë. Perëndia të na ruaj. Ndërsa shërptorët e Perëndisë si janë të thjeshtë, të butë, me një zemër të përulur, me një zemër të butë, duke u dridhur përpara fjalës të Perëndisë. U zemërua dhe thot më tallën, por mua nuk më tall askush. Dhe kështu dërgon ushtar në Betlehem për të vrarë të gjitha foshnjat nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës që kishte llogaritur. Nuk ishin shumë sepse Betlehem ishte një fshat. Sa banor mund të kishte? 1000, 2% sa janë 20 fëmijë, por sido që të jetë, sipas kohës që kishte përcaktuar dietarët, i vrau fëmijët nga 2 vjeç e poshtë. Meshkuj. Dhe kjo ishte e shkruar tek profeti Jeremia në fjalën e Perëndisë që thot: Zë u dëgjua në Rama, qarje dhe zi e madhe, Rakela qan bijtë e saj, sepse nuk pranon të ngushëllohet, sepse nuk janë me. Por dhe vazhdon fjala profetike e Perëndisë duke thënë se ndaloj klithmën tënde dhe zërin tënd nga të qarat e tua, sepse vepra jote Rakel do të shpërblehet, thot Zoti. Dhe gjithçka që ndodh në flijim për të flijuar përpara Perëndisë ka shpërblim të madh. Për këtë arsye, çfarë thot fjala e Perëndisë? Paraqitni trupat tuaj flijim të gjallë, të shenjta, të pëlqyeshme tek Perëndia, dhe ky do të jetë adhurimi juaj logjik. Adhurimi jon logjik është kur të paraqesim trupin ton flijim të gjallë, të shenjtë dhe të pëlqyer tek Perëndia. Sepse na zbulohet atëherë vullneti i Perëndisë i mirë dhe i pëlqyer. Ashtu sikurse Perëndia është ai që vepron në ne, edhe atë që don, edhe aktivizimin e saj sipas veprimit të tij. Dhe pasi morën arin, argjendin, arin, libacionin dhe zmirnën, të udhëzuar përsëri nga Perëndia, si Jozefi, si Maria, në ëndër natet, ju shfaq engjulli i Perëndisë dhe ju tha të largoheni prej aty për në Egjipt. Dhe pse u tha këtë Zoti? Sepse ishte e shkruar se nga Egjipti do të kthehet biri im. Dhe kështu ikën në Egjipt. Dhe tani kishin të nevojshmet që të mund të jetonin në Egjipt. Kishin dhuratat e shtrenjta që ju dhanë.
dhe ju dha mundësia jo për pak të jetojnë me to, përderisa vdiq Herodi. Sa kohë, këtë nuk e dim kohën, por e dim se i kishte furnizuar Perëndia me të gjitha gjërat e nevojshme. Sepse ndryshe nuk do të mund të shkonin, as të shkonin atje, as të qëndronin atje. Dhe kur erdhi koha e përshtatshme dhe vdiq Herodi, atëherë përsëri Perëndia viziton Jozefin dhe Marian dhe i thot, kthehuni tani me, sepse tani ka vdekur Herodi, merre pra Jozef fëmijën dhe nënën e tij dhe kthehuni në vendin e Izraelit. Sa bukur është që të drejtoj Perëndia, vëllezër dhe motrat e dashur. Sa bukur që është kjo. Të mos të drejtoj zemra jote, të mos të drejtoj mendja jote, të mos të drejtoj logjika jote, ku ka për të drejtuar, sikur se thamë përpara, rrezik vdekjet dhe shkatërrim. Për këtë arsye, kërkoni dhe do t'u jepet. Lypni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju qelet, sepse vetëm ai që kërkon merr, ai që lyp i jepet dhe ai që troket i qelet. Vetëm ato që drejtohen nga fryma e shenjtë janë me të vërtet bij të Perëndisë. Kush është drejtuesi yt, ngushëlluesi, fryma të vërtetës, i cili është Zot në kish. Kreu në kish është Krishti, Zot në kish është ngushëlluesi, fryma e së vërtetës. Sa mirë që është të kërkojmë, Zot, të lutem, bëj hir, të drejtohemi gjithmonë nga fryma jote e shenjtë. Të udhëzohemi gjithmonë dhe që thot fjala e Perëndisë. Mos kërkoni vetëm mos jetoni sipas frymës, por edhe ecni sipas frymës. Dhe nuk kemi gëzim më të madh, thot Krishti, nga se të shoh bijtë e mi të njohin fjalën e Perëndisë, por edhe të ecin sipas fjalës të Perëndisë nëpërmjet frymës të shenjtë, sepse vetëm fryma e shenjtë e drejton njeriu në çdo të vërtetë. Vetëm fryma e shenjtë. Dhe i zbulon edhe të ardhmen. Tani erdhi ora dhe i thot, qohu dhe ec, shko në Izrael, sepse ato që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur. Dhe mori gruan e tij, u kthyen në Jeruzalem, por edhe atje mbret ishte Akelau, i biri Herodit. Dhe pati frikë të kthehej në Nazaret, por nuk bëri sipas frikës të tij, por duke u zbuluar nga Perëndia në ëndër, e pati frikë Akelaun, por përsëri nuk bëri sipas frikës të tij, nuk bëri sipas logjikës të tij, nuk shkoi aty ku deshi ai, nuk është që iku të kthej kurrizin prej frikës, por duke u zbuluar nga Perëndia në ëndër, iku nga aty dhe shkoi në vendet e Galileas dhe i drejtuar nga fryma e shenjtë, banoi në qytetin e Nazaretit. Pra nuk shkoi në Betlehem, por shkoi në Nazaret. Dhe kështu u quajt edhe Nazareas, që do të thotë i dërguar i Perëndisë, i përçmuar dhe i papritur në gjuhën aramaike. Dhe me të vërtet ky ishte Zoti, i përçmuar ishte, i papritur dhe por i dërguar i Perëndisë, u quajt Nazareas. Por edhe që ato që besojnë në te, quheshin Nazareas, dhe herezia ishte herezia Nazareasve. Dhe kur e ndryshuan emrin, ashtu sikur se tham të diellën e kaluar, plani i përkryer i Perëndisë që nuk e kuptuan të gjitha vazhduan nga vdekja e Stefanit, që të arrin dal nga dal, sipas planit të bekuar të Perëndisë dhe sipas logjikës njerëzore, të arrin që të predikohet ungjilli në të gjithë faqen e dheut,
nga përgjegjësi që të predikohet ungjillin e të gjithë faqen e dheut nga apostulli Paul. Në 37-ën e thirri Perëndia apostullin Paul, deri në 40-ën i mësoi ungjillin në arabi, deri në 44-ën e dërgoi në Tars, dhe në 44-ën që u krijua kisha e Antiokis, e thirri Barnaba. Sa e bukur që është plani i Perëndis. Me detaja të hollësishme është plani i Perëndis për jetën e gjithë secilit prej nesh, mjafton që ta kuptojmë. Dhe nga ku vazhdon? Nga mundimet. Je i munduar, prit të shofësh se çfarë do të bëjë Perëndia në fund. Dhe pasi jetoj dhe mrekullin e apostullit Pjetër që e çliroi Zoti me anë të engjëllit, dhe u vërtetua se në të gjitha është e mundshme, të gjitha për Perëndin dhe asgjë s'ka të pamundshme për te, dhe atëherë Zoti e çoi deri në qiellin e tretë dhe i zbuloi gjëra që nuk i falet njeriu të flas, u kthye në Antioki dhe aty fryma e Shenjtë foli, ndani Palin nga Barnaba, Palin dhe Barnabën veçoni për t'i dërguar tek kombet. Dhe nga 44 deri në 68-ën, do me thënë 24 vjet, apostulli Paul në 3 udhëtimet apostolike fillimisht të tij dhe pastaj në të gjithë faqen e dheut, me fillim të përndjekjes të Stefanit, ashtu sikurse i përndoqën të gjithë dhe kështu e predikuan në të gjithë faqen e dheut ungjillin, pas përndjekjes të Stefanit, domethënë dhe vrasjes të tij, apostulli Paul predikoi ungjillin dhe sot kemi fjalën e Perëndis në duart tona, përgjithsisht nga apostulli Paul dhe nga letrat që ai dërgoi. Dhe falenderojmë Perëndin për këtë. Falenderojmë Perëndin sepse është mesazh i madh kjo të dim, por duhet edhe ta kuptoj. Ndryshe, po se kuptova, them ç'është kjo që thot. Por duhet ta kuptoj se Perëndia ka plan. Ka plan të madh dhe të mrekullueshëm, jo vetëm për Palin, por për çdo njeri të Perëndis që është brenda në kish, që është pjesëtar i trupit të Krishtit, ashtu sikur se të gjithë jemi pjesëtar të njëri tjetrit. Ka plan për syrin tim që të shoh, ka plan për dorën time, ka plan për këmbën time, ka plan për gjithë secilin prej nesh. Domethënë cilin plan? Vepër. Vepër të Perëndis. Mjafton që njeriu të drejtohet dhe të udhëzohet nga fryma e shenjtë dhe jo nga burri, apo nga gruaja e tij, apo nga fëmijët e tij, apo nga mendja e tij, ashtu sikur se Adonjahu. Apo sikur se Herodi me ligësi, por të drejtohet vetëm nga fryma e shenjtë. Kështu pra u quajt Nazareas, u krijua që atëherë Nazareasit u quajtën të krishterë, domethënë që atëherë kur ungjilli u predikua me fillim me Kornelin, u predikua ungjilli edhe tek kombet, ashtu sikur se i pagzoi të gjithë sa ishin në shtëpinë e Kornelit me frymë të shenjtë. Dhe pavarësisht që u egërsuan vëllezërit e tij kur ju shpjegoi Pietri se si iku dhe shkoi dhe çfarë bëri Perëndia, than atëherë pra Perëndia e derdhi frymën e shenjtë dhe tek kombet. E dha frymën e shenjtë dhe tek kombet. Për këtë arsye dhe sot jemi të pagzuar të gjithë me frymën e shenjtë. Dhe kur filloi ky pagzim me frymë të shenjtë, le që kur nuk kishte mbaruar, por ishin njerëz të pakt që kishin dhe nuk e dinin. Në 1906. Sot kemi 2025. Përpara 150 vjetësh pak a shumë. 125 vjetësh, më falni. Në Asuza dha Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit frymën e shenjtë nga Asuza. Fryma e shenjtë u predikua në të gjithë Amerikën dhe tani në Amerikë më të vërtet e duan Perëndin dhe mundësisht një vëllak ishte shkuar atje dhe kudo që shkonte praise the Lord.
dhe të gjithë thonin amen, veçanërisht në Dallas, në jug të Amerikës, atje ku janë fëmijët e mi, thot, studiojnë fjalën e Perëndis, janë ungjilltar, por nuk besojnë në atë lloj. Në 1906 dhe në 2025, pra 125 vjet është që Zoti pagzon me frymë të shenjtë atje dhe janë pagzuar, të mos them miliarda, por mund të them se shumë njerëz janë të pagzuar me frymë të shenjtë, ashtu sikurse Krishti vendos në kishën e tij të shpëtuarit i rilind, bëjnë, sepse besimi pa vepra është i vdekur, bëjnë veprën e parë të besimit duke u pagzuar në ujë në emër të Atit, të Birit dhe të frymës të shenjtë, në faljen e mëkateve, dhe pastaj Zoti ato që kërkojnë ju dhuron dhe frymën e shenjtë. Dhe sot jemi një kishë ku të gjithë ne, kështu mendoj të paktën, se të gjithë jemi të pagzuar me frymën të shenjtë dhe me zjarr, dhe falenderojmë Perëndin për këtë. Kështu pra u krijua herezia Nazarethësve deri në 44-ën që shkoi në Antioki apostulli Paul dhe fryma e shenjtë e ndau i veçoi domethënë Paulin bashkë me Barnabën për të dërguar tek kombët. Dhe atëherë vazhduan Nazareasit të quhen të krishterë sikur se quhemi dhe sot. Të dashur vëllezër dhe motra, jo sipas forcës dhe as sipas fuqisë, as me logjik, as me dëshirat të njerëzve. Nuk ke për të mundur që të shohësh forcën e Perëndis në jetën tënde, veçse nëpërmjet forcës të frymës të shenjtë. Jo sipas forcës, as sipas fuqisë, por vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë, thot Zoti i ushtrivet. Le të kërkojmë pra të gjithë ne udhëzimin e frymës të shenjtë. Të mos themi ç'të duam, por të themi ato që fryma e shenjtë vendos në gojën tonë dhe themi.